Pa kohë pasi mori në kompetencë procedurën e prokurimit për stadiumin në Gjelan, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dha njoftimin për kontratën në vlerë prej 15 milion eurosh në fund të vitit 2024. Por vetëm 3 muaj më vonë afatet e procedurës u pezulluan për shkak se operatorët ekonomik dorëzuan 2 kërkesa për rishqyrtim. Sipas ministrisë, menjëherë pas shqyrtimit do vazhdojnë procedurat e tjera. Me qenë se kemi së paku 2 kërkesa për rishqyrtim, afatet e procedurës, pra jo procedura në tërësi, pezullohen deri në shqyrtim dhe vendosjen mbi këto kërkesa. Por në Gjelan ka shqetësim për vonesa në këtë procedurë me stadiumin që e konsiderojnë tepër të nevojshëm. Është bërë çështje sa tragjike, thënë drejtën për sportdashësit e Gjelan, aq edhe komike. Është e palogjikshme se si komuna e Gjelanit për 3 vite sa nuk arriti as ta tenderoj pjesën e mbetur të papërfunduar. Tani, njëjti fat po e përcjell çështjen e stadiumit edhe tek Ministria e Sportit. Në këtë drejtim, kryetari i Kuvendit Komunal në Gjelan vlerëson se projekti në fjalë ka mbetur në duart të fatit. Sportdashësve gjelanas nuk ju ka mbetur gjë tjetër, veç se të mbledhen me të hyrat e tyre vetanake, të grumbullojnë para si një rast humanitar dhe të fillojnë e të ndërtojnë stadiumin e qytetit vet. Projekti për ndërtimin e këtij stadiumi kishte filluar qysh në vitin 2018. 4 vjet më vonë projekti kaloi në kompetencë të ministrisë për shkak të ngecjeve të vazhdueshme.